Autoriteti i mediave audiovizive ka krijuar sot një precedent të rrezikshëm duke miratuar me 4 vota, një vendim që ligji e sankcionon se duhet miratuar me shumicë të cilësuar. E nga sot gjithkusht ngre dyshimin se çfarë ndodh me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kur i duhet të ndajë mandatet me 5 vota sipas parashikimeve të Kodit Zgjedhor. A do të përdorë edhe ky institucion referencat për organet kolegjiale që përdori ama sot? A do i ndajë mandatet me 4 vota? A rrezikohen kështu edhe vetë zgjedhjet në Shqipëri? Për ish drejtuese në Autoritetit të Mediave Audiovizive Ndira Bushati, vendimi i sotëm është antiligjor e prokuroria duhet të hetojë për këtë çështje. Këtu duhet hetim penal, duhet të dalin përgjegjësitë e shpërdorimit të detyrës të kryetarit të Autoritetit Mediave Audiovizive dhe të personave të tjerë përgjegjës. Duhet të pranojmë që sot 3 licenca janë në duar të një personi të vetëm. Ky është monopol i pastër. Bushati shkon më tej duke cilësuar këtë një veprim mafioz. Këtu është një kapje skandaloze, klienteliste, do të thoja për të përdorur një term mbase të rënd, por është i vetmi term që mund t'i përshtatet, mafioze për interesat të një subjekti të caktuar e një institucioni shtetëror. Institucioni shtetëror, kryetari i këtij institucioni nuk ka referencë ligjin, ka referencë vetëm interesat e këtij operatori. Ka shkelur në mënyrë flagrante kufizimet e pronësisë që parashikon ligji në këtë drejtim. Edhe opozita është po kaq ashpër në reagimin kundër vendimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, i cili sipas antarit të Komisionit të Medias Luciano Boçi, çon në monopolizimin e tregut. Të rast monopolizohet tërësisht tregu, madje një grup aksionerësh kanë kapur rrjete frekuencore më shumë se sa edhe radio televizioni publik shqiptar. Dhe kjo situatë është alarmante. Sipas Boçit, ama nuk mund të përdorë asnjë referencë tjetër ligjore, përveç atyre që janë hartuar e miratuar për median. Prandaj ky vendim është një shkelje flagrante e ligjit. Është në shkeljet plot të ligjit për mediat dhe në shkeljet plot të rregullores së dhënies licencave. Referenca ligjore nuk besoj që funksionon për organet kushtetuese. Rregulloria dhe ligji e kanë qartë që licencat numerike jepen me shumicë të cilësuar. Sipas Boçit, Autoriteti i Mediave Audiovizive me këtë vendim ka cënuar lirinë e medias e konkurrencën e barabartë duke shkelur kështu misionin për të cilin është ngritur.